Pas pajtimit të shumë pritur me shuretën, Shkurtë Feza merr hapin e madh dhe I habit të gjithë. Këngëtarja e njohur shqiptare Shkurtë Feza ka sjellë së fundmi një projekt të ri muzikor që ka prekur zemrat e shumë dëgjuesve dhe fansave të saj. Dy ditë më parë ajo publikoi këngën e titulluar Kur u ndam në Reçak, një vepër që I dedikohet historisë dhe vuajtjeve të Kosovës gjatë periudhës së vështirësisë së luftës dhe ngjarjes dramatike që përjetoi populli shqiptar atje. Kjo këngë është një reflektim I fuqishëm mbi ngjarjet tragjike të masakrës së Reçakut, një prej momenteve më të dhimbshme dhe të njohura në historinë moderne të Kosovës, ku u vran qindra civil nga forcat serbe në janar të vitit 1999. Përmes fjalëve dhe muzikës, Shkurtë Feza sjell një humazh për ata që humbën jetën dhe për sakrificat e shumta të popullit kosovar të asaj periudhe. Kur u ndam në Reçak është një këngë që përçon një mesazh të fuqishëm për paqen, kujtesën historike dhe vlerësimin e lirisë që u fitua me shumë sakrifica. Teksti I këngës është punuar me kujdes të veçantë nga poeti I njohur Flamur Muja, I cili ka arritur të kapë me saktësi dhe ndjenjë emocionin dhe dhimbjen e asaj periudhe. Mos harroni të bëni subscribe për më shumë momente të ëmbla nga jeta e vipave shqiptar.